Përshëndetje, uroj që t'jeni të gjithë mirë. Unë jam Aldo Sirolari, ashtu siç parafolësit e mi përcollën honorimet e tyre të gjithë anëtarët e shoqatës Nexhat për natën e madhërishme të Jaldës, ashtu dhe unë do doja që të uroja komunitetin musliman iranian në Shqipëri dhe gjithashtu edhe komunitetin iranian të cilët ndodhen në kampin Mujahedin në Manës të Durrësit. Për këtë kategori e cila ndodhet e izoluar, do doja patjetër që po të shpjegoja se kjo natë ata e dinë shumë mirë, ndodhet për familje të cilat duhet jenë të shtruara në një tryezë të bollshme me fruta të cilat karakterizojnë bollëkun, edhe duhet të kenë mirësi për të gjithë netët që pasen pas kësaj nate të madhërishme, por ata nuk ndodhen në kushtet për ta festuar me prindrit e tyre, të cilat i presin me padurim për të komunikuar në shtetin e tyre mëm në Iran. Do doja shumë që të ndodheshin me familjet e tyre dhe këtë natë të gëzueshme ta festonin dhe celebronin bashkë me familjet e tyre. Në fakt, unë përmenda komunitetin musliman, po kjo është një festë shumë e hershme para islamike dhe të gjithë e festojnë në Iran, por do doja shumë që të isha një pjesës familje, unë edhe i gjithë grupi shqiptar, për të gjithë iranianët të cilët ndodhen jashtë Mekut këtu në shoqatën Nexhat, për ta festuar si një familje e madhe të gjithë së bashku. Faleminderit shumë dhe gëzuar të gjithëve.